وصحبه أجمعين. Dashur vëllezër, sonte është një temë paksa më e gjallë, edhe pse edhe tjerat kanë qenë ndryshme dhe besoj që secila prej tyre ka pas një ndikim të veçantë. Mirë, po kjo ka të bëjë me krejta shtresat e shoqënisë në mesin e muslimanëve. So jena aktivna, kjo e përcakton hartën tonë të veprimit. So je aktiv, që ashtu e përcakton hartën tonë të veprimit. Nëse nuk je aktiv, nuk do me thonë që kemetën në qëtë pikë minus, e pastaj gjendja jote është mirë. Jo. Nëse nuk je aktiv, do me thonë kime qenë pjesë e aktivitetit e dikuj tjetër. Nëse nuk i projekt, që përmenin djetarët, nëse nuk i projekt, kime qenë letër në projektet e tjerëve. Ti kime hundi dikon. Kime hezë në bazë një sistemi, në bazë një projektit dikujna. Ose kime pas tondën, ose kime pasën dikush tjetër që faktikisht të përdorë dhe të shfrytëzon ty për planet e veta. Andaj dashur vëllezër, me ardhen e Islamit, nuk ka musliman pasiv në atë aspektin ose në atë konceptin që ky falët, agjeron, a mu kite i ka për veti. Shkon haxh, i praktikon rritjet e fesë, po veç për veti i ka. Për ku kanë si intereson? Është vetëm personale këtë punë. Kështu s'ka në Islam vëllezër. Kështu nuk ka në Islam. Në gjithë koncept, në gjithë kuptim nuk ka. E vërtet që feja është personale, feja është interne, feja është e jona, të mos secili njeri e ka ndjenjën e vet dhe lidhjen e tij me Zotin, mirë po nuk është denjë çat mas që ti nuk guxon me shfaq fenë. Kjo është sekularizëm. Sistemin botror që po jetojmë sot. Sekularizmi është ti jesh ka dush, mirë po ti kur gjash ka je në aspektin e lidhjes tonë s'ba me kallzu me tjerë. Ti e mon veç interne. Kësaj ne i thojmë për ndryshe Islami i vdekur. Kësaj ne i thojmë për ndryshe në fenë tonë i thojmë Islami i vdekur. Islami i dështum. Islami i paralizum. Islami i paralizum dhe i dështum është ai që kufizohet veç në individin. Edhe individi nuk mund me shpreh në asnjë formë te pala e tretë. Kështu nuk është Islami. Allahu kur e ka thënë fen, vllazni. Kur e ka thënë fen, e ka thënë m'ia u tregu njerëzve. Por m'ia u tregu njerëzve u kanë desh me thënë pejgamberin. Allahu ka mujt me lën Kur'anin, me zbrit Kur'anin, edhe me thon kush do le ta marrin, kush do mos ta marrin secili e ka veç për veti. Jo, Allahu e ka thënë Kur'anin, edhe e ka thënë pejgamberin për me shpërndar çet Kur'an dhe çto mësimet e Zotit në nesën e njerëzve. Edhe kjo është shumë e rëndësishme, më kuptu. Pse? Banorët e Mekës nuk e kanë pas shumë problem Islamin. Islamin si fenë vetën e vet. Që të informacion dëgjoni se është shumë e rëndësishme. Banorët e Mekës nuk e kanë pas shumë problem Islamin si fenë vetën e vet. E kanë pas problem promovimin e Islamit në shoqëri. E kanë pas problem me promovue edhe me u kallëzu njerëzve çka është Islami në shoqëri. Po gjithashtu jo Muhamedi i kanë thonë Muhamedi alayhis salam, ti nëse e mban për veti në shpiton dhe rre, s'ku gjë s'kena me të bëj. Rahat je. Ti për veti çka dush ba. Ama ti mos dhe me na kallëzu neve që çka janë të bëna është gabim. Që ta mos e ba. Edhe mos dhe me na kallëzu neve që tash ka e ban ti që kjo është në rregull, që ta jo, s'ta s'më pranu. Pse se që kjo është Islami i gjallë. Që kjo është gjallëria, që ti me dal pe vetvetes me kalu te tjetër. E muslimani dashur vllazni, jo veç me Islamin si Islam, jo veç me davetin si davet, jo veç me thirrjen për te Zoti si thirrje. Po muslimani në krejt konceptin e jetës tij duhet me qenë aktiv, pozitiv në shoqëni. Nëse nuk bosh aktiv, pozitiv në shoqëni, ti je barë e shoqënisë. Nëse je barë e shoqënisë, ti nuk je shembull për atë shoqëni. Këta me në rregull. Nëse nuk je produktiv, aktiv, në shoqëni, je barë. Nëse je barë, si je shembull. Nëse si je shembull, atëherë kërkush nuk ta vënë synin çka je të bëj. Musliman kur ju kon shembull në shoqëni, kanë diku me shembullin e tyre më shumë se çdo sen tjetër. S'ka pas nevojë as me fol, as ka pas nevojë për arsye se shembulli ka qenë ajo se kanë qenë produktiv në shoqëni.
ju mundu vazhdimisht me qenë pjesë ndërtuese e shoqënisë. Andaj tema është ndoshta e gjanë, po mundohemi inshallah pak a shumë i përmend disa pikave. Islami kërkon që muslimani të jetë aktiv, i dobishëm dhe kontribues. Kjo pika e parë. Domthonë nuk është e mjaftueshme që tash me qenë vesh për veti, duhet me qenë aktiv, dhe duhet me qenë aktiv edhe i dobishëm për shoqëninë, vendin ku jeton. Dashur vëllezër, pejgamberi alayhis salam nuk ka qenë aktiv edhe pse kjo ka barra e tij kryesore, me shpërndo fenë edhe amanetin që Zoti ja ka dhënë te njerëz. Po i ka qenë aktiv në çdo të mirë që u bën popullit me tij. Edhe në marrëveshje që kanë bërë fiset mos me luftu me zveti, profeti ka qenë aty pjesë e marrëveshjeve. Madje profeti vetë ka thonë me gojë. Ka thonë me mthirr banorët e Mekës, politeistat, me ndaj marrëveshje që sa shpetare, sa projekti janë. Po përmes kësaj marrëveshje ruhun shejtrit, edhe ruhun kufit e Zotit, unë kam shku mas tëre. Unë jam pjesë e qasoj qati hajtë dhe qasoj të mire që bëhet shoqni. Andaj, që është ashtë? Pika e parë është që me qenë i dobishëm për shoqni. Pika dalluese për me qenë i dobishëm për shoqni është me qenë kontribues. Me qenë kontribues. Ashtë një lloj dobije në shoqni, kur të jetojsh ti desh këtu në Zvicër, desh Shpretëmba, Mangosh, desh ku dush, është një lloj dobije nëse ti nuk bën dom. Edhe kjo është një lloj dobije. Po na nuk pëlqyemi që të pazar. Na pëlqyemi ti me bë dom nëse jo, s'do të më mriç atë. Po ti me qysh me pas mundësi me kalu prej kësaj anës që si të bë dom që me bë mirë. Në këtë sistemet edhe këtë porët e jetës ku jetojnë njerëz. Po këtë arsye me qenë pjesë e një shoqënie, duhet me qenë pjesë e një shoqënie në krejt nevojat e jetës, jo vetëm me një çështje. Sigurisht ti më armi ka thënë dikojna për fenë tonë që e ki më të mirën, nëse kur si ke thonë mirë mëngjes ai mirë që shesh po kalon, a ki ndaj hall, a ki ndaj dert ose kur ka pas ai një dert me shku më afro. S'mundesh. Se nuk ka logjike. Nuk ka logjike, nuk ka shpirtërore, nuk ka njerëzore. Ti se ke njoft kur, edhe mas një kohë po veç pak se unë të kallëzoj se si mos ta bëj kështu që me hin xhenam. Ja, s'kon kështu vazhdim. Kjo nuk shon kështu. Andaj, kjo është çështja e parë. Çështja e dytë, një musliman duhet të jetë shembull në ndershmëri, drejtësi, respekt dhe përgjegjësi në familje, në punë dhe në komunitet. Nëse kjo është këtë sistemi i Islamit. Na përmendni vetëm si në pika, normalisht është kjo këtë pjesa e jetës tonë. Qysh me arrit me qenë shembull me një vend ku standardi i mirësjelljes mes njerëzve nuk është i lehtë, nuk është i thjeshtë. Korrektësia nuk është që është çështje e thjeshtë. Domthonë korrektësia që është bokë si lloj ligji të Zvicër. Korrektësia, drejtësia, ndershmëria, respekti, ju bëhen sikur pjesë e ligjit këto. Këtu për me promovuti diçka më speciale, duhet me qenë më speciale. Edhe duhet me thonë një muni pak më të madh. Ku s'ka vlera, për shembull na shumë vlerë kena vllazni, edhe në Zvicër, me fol për domet e alkoolit, të këqijat e bigjozit, të këqijat e probleme familjare që i përmendëm edhe prom disa prej tyre. Pse? Se këtu je ma përpara, je ma favor ti si musliman. Amo nuk do me thonë që e kina njëtën lehtësi me fol për çdo pika që do. Se ka njëherë na çalojnë ma shumë se sa këto tjertë. Domthonë është shumë e ronë, është kiamet, më kur musliman, mi fal 5 vakte namaz, edhe me pas problem me ndershmëri, me pas problem me drejtësi, edhe me pas problem me përgjegjësi. A mu është që kjo aktuale vazhdimisht? Vazhdimisht është aktuale. S'po foli për dikan që veç thot jam musliman. Po foli për dikan që falet në xhami, është ndoshta i përkushtuar, edhe nuk e ka gali, kanë herë edhe hoxhës mi thonë, që vallai sot ja futa se sa shtomani se sa firma jam. Për shembull, edhe nëse është firma e kujna do koft. Kjo s'ka të bëjë me firmën, kjo ka të bëjë me ty. Kjo ka të bëjë me çështën tonë dhe si njeri, nderin tonë ku e ki. Ku e ki anën e drejtësisë, ku e ki anën e ndershmërisë, ku e ki anën e amanetit, përgjegjësisë. Që shko mundësi me marrë një parë haram dikun, që nuk është e jotja dhe me çat parë me ushqy familjen tonë. Që shko mundësi, kjo me ndodhë të një musliman. Kurse na halalin që përmami, po tutmi mos nuk e kina tamam që shduhet, e lepo me marrë edhe haram.
Andaj, patjetër vllazni, para se më anis me kallëzu poezi edhe vargje të bukura me fjalë, ti kallëzojmë çdo shembull. Nderin, respektin, drejtësinë edhe përgjegjësinë. Nëse i kallëzojmë çdo shembull të njerëzit, fjalët e tona më vonë kanë një vlerë dhe kanë një farshije. Nëse do të kallëzojmë çdo shembull çka duhet të flasmi, ajo mbetet vetëm fjalë e bukur për të dëgjuar dhe asgjë më shumë se kaq. Muslimani nuk mjaftohet vetëm me adhurime personale, por përpiqet që besimin e tij ta reflektojë në veprimet e mira ndaj njerëzve. Çka ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Më i miri për njerëzve është ai që më shumë t'ju bën mirë njerëzve. Khairun nasi alladhi huwa anfa'uhum lin-nas. Ka thënë pejgamberi sa, kjo është fjala e nia. Ai më i miri mes njerëzve është ai më shumë ti çka ju bën mirë njerëzve, çka mundohet me ndihmu njerëzve. Por këtë arsye pejgamberi sa thotë me një hadith tjetër. Thotë me një hadith tjetër. Me bo itikaf. Itikaf që është me nejtën 10 ditë e fundit ose 20 ditë e fundit me nejtën në xhami veç me adhuru Zotin, mos e dal pe xhamis hiç. Në Ramazan. Ka thonë pejgamberi me bo itikaf në xhamin teme në Medinë një muj është më pak e dashur te unë se sa me nga edhe me ia kry një punë edhe një hall një vllau të musliman. Pa më çfarë vlerë, çfarë sevapi? Muslimani nuk është, edhe e kam përmendur në shpesh, muslimani nuk kallëzohet musliman në xhami vllazni. Muslimani në xhami e mëson Islamin, por kallëzohet musliman kur dalin pe xhamis. Masi dalin pe xhamis fillon me kallëzu është musliman ose musliman. Në xhami me lexu Kur'an, më shumë këtu s'as ne për dallimi ku me diçka. Mira është në xhami, po unë pe trajtoj ata çka është më e natë, ajo çka duhet më kon mesin tonë. Në xhami ti mëson Islamin, pastaj del jashtë për praktiku. I mëson ligjet e Zotit, del jashtë për praktiku. E mëson moralin e duhur, del jashtë për praktiku. Nëse nuk e praktikon jashtë, atëherë po shkaj to në xhami. Por veç për me kry një farë rituali që ashtu që do të me krya, apo me marr pikë diçka. Praktikisht kjo është ai problemi, thelbi i problemit tonë. Nëse nuk ndrejshmi brenda, në sjellje, në moral, e kështu me radhë, këto obligime që i krymë, elhamdulillah që i krymë, s'po tha mos mi kryj stakfirullah, mirë që i krymë, po sa po ndikojnë jetën tonë. Po këtë arsye kur i ka thonë dikush e kena shpjeguar këtë fjalë të Omerit. Fjala e Omerit radiallahu anhu, kur i ka thonë dikush Omerit për një person që ky njeri është i mirë, ka thonë Omeri pse? Ku po din që është i mirë? Thotë do e kupon xhamin të fal. Thotë ai ke provuar në pasuri? Dinarën dirham, thëmë jo. A e ke utu në herë me ta? Thotë jo. A e ke i gëzhi? Thotë jo. S'penjem që atë. S'penjem që është i mirë, është i mirë. Pastaj ka thonë edhe një shprehje, dhe ka thonë, a veç pse e ke po të bo sejdë dhe ruku, për të në menet që është i mira? Normalisht, ai që bën sejdë dhe ruku, do të më koni mirë. Dohet, po nuk është që ky standardi të shumë njerëz. Nuk është ky standard. Andaj do të vllazni, për me qenë aktiv, do të me qenë reflektues në veprat mira në shoqëni ku jeton. Muslimani aktiv është ai që jeton mes njerëzve, i ndihmon ata, i këshillon dhe përpiqet të përmirësojë shoqërinë. Edhe kjo është shumë e rëndësishme vllazni. Kudo që jeton ti, në Zvicër, në Amerikë, kudo që jeton, dush me qenë pjesë e njerëzve ku jeton aty. Nëse ta merr mendja që ti je mirë, nëse i leçitesh për njerëzve këtej, s'do më pas punë me njerëz, atëherë ti në realitet je i devijuar këtë rast. Ti je i devijuar këtë rast. Pse? Për arsye se ti je veçu me të mirën që ta ka dhënë Zoti veç për veten tënde. Edhe me kalimin e kohës, edhe vetë jote s'ka më të pëlqyer. Edhe kemi filluar pastaj me bën ndryshime. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Khairun nasi men yukhalitu an-nasa wa yasbir ala adahum." Alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbir ala adahum. Ai që rrin me njerëz, përzihet me njerëz, edhe bën durim pe problemeve që vijnë. Është më i mirë se ai që nuk përzihet se s'u bën durim pe problemeve që vijnë pe njerëz. Kjo është më i mirë që përzihet. S'mund në shtim me kallëzu një vlerë tonë nëse nuk përzihesh me njerëz. Andaj pjesë e aktivitetit muslimanit është me qenë aktiv edhe me u përzi, edhe me nejt me njerëz, edhe me shahallet me njerëz, edhe me diskutu me njerëz, e kështu me radhë. Muslimani dhe përgjithësia ndaj shoqënisë, kjo është pjesë e aktivitetit më të madh
Normalisht, na përmendëm edhe pron familja është trungu, thelbi i shoqënisë, po tash na të folën një musliman aktiv që është i gjithë përfshirshëm në tema ndryshme. E shoqënia është pika e parë mas familjes. Në Islam muslimani nuk jeton vetëm për veten e tij, ai është pjesë e shoqënisë dhe ka përgjegjësi ndaj saj. Edhe ajetin e Kuranit, le të jetë për ju një grup që thret në të mirë, urdhëron për të mirën dhe ndalon nga e keqja. Me bëni sondazh tash, me juve çto. Secili prej neve që jetojmë me një vend caktuar, shpejt mba ku dush na prodhana. Cili prej neve spiu pjesë veç për diskutoj si temë, se nuk po du me ngushtu kur kanë. Cili prej neve është pjesë e organizatave humanitare, jo humanitare që janë katunin e vet. Cili prej neve ka shku në komunë edhe ka thonë nëse ka ndonjë projekt diçka që i ndihmon katunit, unë jam i gatshëm me marr pjesë. Që ku është numri jam. Cili prej neve s'fundit herë kur është koha e fundit që ka dhënë gjak. Cili prej neve është koha e fundit që ka ndihmuar diçka me një projekt humanitar që ka bërë ose organizim për të rit ose për trejat ose për diçka që ka organizuar vendi ku është jetuar. Tash si ju pes, po ne kun fol me një numër të madh xhamatit, jo vetëm këtë xhami, na për xhamia shumëta. Na jena shumë pasiva në shoqëni vllaznik. Na jena shumë pasiva, na nuk dokmi kur dalmi pe xhamis. Na shjafni katoni ka 2000 banor, ndoshta 500.000 20% janë musliman, kush nuk isha vas votime nuk isha. Që me këshyr hej, na besoj nashti do të më jallon dikoj na shka e meriton që më hek një e keqe ose pavarësisht diçka një temë që trajtohet. Bile ka pas raste që nashti këtë katoni janë mbledh me diskutuar një temë, veç musliman që kanë atë. Pse? Jo besoj shkam intereson me këtë punë. Vondi automatikisht jetë hek prej shoqënisë. Je leqitën vetë ke thonë unë s'jam me juve. Ju vazhdoni, unë s'jam me juve. Unë kam jetën vete. Ani, vazhdo ti jeto vetë. Andaj Allahu thotë, le të jetë për juve një grup që thërret në të mirë. Allahu e ka di që se kanë këtë kapacitetin e njëjtë për me thirr në rrugën e Zotit. Ka kategori, dikush ka kapacitet më shumë me thirr, dikush ka më ndryshe domthonë çështën e tij. Mi po krejt me qenë aktiv në vijen e vetë që e ka. Në qasën e vetë që e ka. Mundësin e vetë që e ka. Që shka thonë një person i shkondën i paralizu, s'ka mujtën me bu kur gja, pe aktiviteteve që i kam pas muslimat me një vend, seri kalzohet, ka unë në smoj kur gja, veç qatë këni lajmërime që i bani, dhe shka këtë një herë u konë lajmërime një vjerë në për rrugë, në për kështu, ka unë që ata muj me bu. Se katë heci, shëtit në kasë mos në për qytet, me kulic, katë heci veç i vnoj ato letrat edhe qatë që ka mujt me buaj, qatë që konë aktiv në pjesën që aje e ka di që mund me bu. Po ashtu, besimtari vërtet përpiqet të jetë burime së mirë, drejtësi dhe ndihmës për njerëzit, secili prej jush është bari dhe secili është përgjegjës për kopjen e tij. Muslimani aktiv nuk është spektator i shoqërisë, por pjesëmarrës në përmirësimin e saj. Këta përmendëm edhe më herët, faktikisht janë tema të ndryshme. Domthonë kjo është tema e ngjashme. Kjo është pra hadithi që përmendëm edhe pron. Muslimani është si bari që kujdeset për kopjen e vet. Muslimani kujdeset për vendin ku jeton. Nuk bëhet barra aty vaj, nuk bëhet indiferent për asaj ku është jetu. Po si që aty ka shtëpinë, që aty ka familjen, që aty ka morritur fëmijë vet e kështu me radhë. Kontributi i muslimanit në shoqëri ndihmon njerëzit, ka thënë pejgamberi sa Allahu është me ndihmën e robit përderisa robi është në ndihmën e vllaut të tij. Ka shumë hadithe, përmend edhe më herët hadithin tjetër. Po edhe kjo është një prej haditheve, po edhe jeta vetë e pejgamberit alayhis salam. Ka qenë pjesë e vazhdueshme e ndihmave ndryshme që janë organizuar në shoqëni. Dhe unë kam përmend një herë, besoj që një pjesë e juve e din, ata që nuk e dinë ta marrin mend një informacion shumë interesant për pejgamberin alayhis salam. Pejgamberi sa më dini, mas 13 viteve tortura, probleme në Mekë është detyruar me emigru për Medinë, me ikë me shku në Medinë. Kush e din për juve pse e ka lënë pejgamberi Aliun mos smautu bashkë me ta po menet Mekë. Menet Mekë 2-3-4 ditë tani mautu Aliu. Po, mashallah. Kjo është shumë interesant. Kjo është një informacione më interesante që keni në historinë e njerëzve krejt. Pejgamberi me gjithë problemet që i kanë pas banorët e Mekës, kush ka pas nevojë me udhëtu dikon edhe me rujt pasurinë e vet e ka çuar te shtëpia e pejgamberit.
Kanë udhëtuar diku në udhëtime të larta, e kanë çuar te shtëpia e pejgamberit me lona atë se e kanë ditë që është e sigurt. Por më non. Ata pe luftojnë, pe torturojnë, apo prapse në fund ditës ka unë e di që ky s'na mashton edhe nuk na han hakin ton. Pejgamberi po ik pe Mekës me mërzi, i mërzitshëm. Edhe i thyer në zemër. Pe largojnë populli vetë pe Mekës, po dojnë me myt. Edhe ai Pelan Aliun po thotë unë ty po të lo që më jau kthy amanetin njerëzve që e kanë lënë të unë. Më jau kthy amanetin njerëzve që e kanë lënë të unë. Ai ka bëu që to pejgamberi tunet vet pa pas punë me asnjë njeri, ja? Veç ashtu hajt, çashtu i kanë pru. Jo, vllazni, ai u kon në mënyrë të vazhdueshme ndihmë ndaj shoqënisë, edhe pse ata kanë luftuar dhe kanë ndjekë dhe i kanë bërë gjithë ato probleme që kanë bërë. Po ashtu, muslimani i mirë përhap moral të mirë. Edhe ky është standardi i rënd vllazni për Zvicër. Domthon momentin që për me kallëzu shumë shkurt me një fjalë, momentin që promovon çka dush pe fesë. Edhe rën pastaj, e bani rën në punë pa pas nevojë, jo pa pas nevojë, pa u kon ngush diçka, pa u kon rrezik diçka. Po rën se ty po të konvenon me rrejt, atëherë komplet që tash ai ke kallëzu dhe që tash u kon fals për ty. Se muslimani s'rën. Muslimani s'rën, edhe nëse është kundër vetes. Edhe nëse është kundër rrugës tina. Jo me mashtru, me tradhtu, me marr parë pa drejt. Kjo është më komplet kiamet është. Unë jam dërguar, ka thonë pejgamberi për të plotësuar moralin e lartë. Pejgamberi sa thonë dhe gjithë pejgamberët kanë qenë në çështjen e moralit kanë qenë plotësim ndaj njëri tjetrit. Pejgamberi e ka përmbyll krejt. S'ka vlerë morale që ekziston në shoqëni, butësia, dashuria, respekti, nderi, dhëmshuria, përzemërsia, çdo sen pejgamberi ka pas kulminat. Dhe për këtë arsye njerëzit e kanë dashur që ka kallëzuar Allahu në Kur'an. Kontributi në dije dhe në zhvillim. Ju e dini muslimanët tash 200 vjet e fundit e kanë bastardu këtë temë. Thotë që muslimanët s'kan ditë kur gjapë kësaj dynjaje. Muslimanët kanë qenë në zotëritë e shkencës. Zotëritë e shkencës në këtë botën. Dijës, shkencës, zhvillimit, kom përmendur edhe në hutbe, shkoni këshillin e Ndelus një pjesë shakamit për shkencës muslimanëve e këshillin ku janë muslimanët në Spanjën e sotme. Andaj vllazni, duhet patjetër çdo sen që na kena mundësi me kontribu pe dijeve, zanateve, profesioneve tona, mu mundu me qenë pjesë e angazhimit tonë edhe për shoqëni. Këdi nashti koha ka kalu. Që 2 minuta, një 2-3 minuta inshallah. Një nga rreziqet më të mëdha për një shoqëri është pasiviteti i njerëzve të mirë. Kur njerëzit e mirë heshin dhe nuk veprojnë, e keqja fillon të përhapet me lehtë. Islami nuk e përqen muslimanin që është indiferent ndaj asaj që ndodh rreth tij, dhe besimtari duhet të jetë i vazhdimshëm, i përgjithshëm dhe aktiv në përmirësimin e shoqërisë. Pse vllazni që kjo është më e rrezikshme? Se momentin që njerëzit e mirë bëhen pasiv, shkallëzohen fillim fjalimit. Nuk do më thonë që është nalç aty, po ka shkuminos te poshtë. Se momentin që ti e bë pasiv, ka ardhur dikush e ka mbushën atë pjesën tënde. Edhe ai është bë aktiv në punë të këqija. Faktikisht, sa herë që na jena aktiv në punë të hajrit, e kena ngushtu zonën e punëve të këqija. Çfarë do të bënti aktivitete të mira dhe që i aktiv. Por këtë arsye, e keqja fillon tani më përhap më lehtë, pse? Për arsye se ka hupën forca e të mirës. Por këtë arsye, duhet me pas në që ndjenjen e të qenurit hapës edhe qelës të punëve të hajrit edhe të mira. Me marrë sevapin halamat ma. Po këtë arsye ai sahabiu kur ka shkuar te prisi Romak e ka përmbledh krejt thirrjen e muslimanit në jetën e tij. Rabi'i ibn Amir. I ka thonë ai, për shka keni dalë ju arabt. Mi nikon me deve, për shka keni dalë ju. Shka keni ardhur te une. Ja ka thonë 3 sana. Ka thonë kena ardhur me i largu njerëzit pe adhurimit të njerëzve në adhurimin e Allahut. Kjo e para. Edhe kena ardhur me i largu njerëzit prej padrejtësive të feve në drejtësinë e Islamit. E dyta. E treta, kena ardhur me i largu njerëzit pe ngushtisë së kësaj bote në gjerësinë e kësaj bote dhe të ahiretit. Jo vetëm të ahiretit. Me islamin edhe kjo bota bëhet shumë e gjonë.
me Islamin nëse e praktikon, edhe problemet e kësaj botës nuk kalojnë shaj. Nuk dëmtojnë shumë. E për këtë arsye ky sahabi ka thonë kena armë nxjerr për ngushtisë së bote, ata që janë të kapur për këtë dynjë, në gjersinë e kësaj bote dhe gjersinë e ahiret. Gjersinë e ahiret është xheneti i cili nuk ka fund. Andaj dashur vllazni, edhe këto janë do ajete do hadithe. Kjo është si rezumi, rreziku i pasivitetit, pasiviteti është rreziku sepse e keqja përhapet pa pengesë, nuk ka më pengesë, drejtësia dobësohet shoqni, edhe humb niveli edhe standardi i të mirës, edhe shoqëria e humb moralin dhe fillon me u shkatërru. Momentin që ka prishje të moralit, prishje të sistemit, prishje të vlerave njerëzore, edhe nuk ka dikush që i kundërshton, nuk ka siguri nga dënimi i Zotit. Nuk ka siguri nga dënimi i Zotit. Momentin që ka që si prishje, shka së që shenë ata shtu jetu, edhe ka dikush që i kundërshton edhe mundohet të përmisu, ka siguri nga dënimi i Zotit. Për këtë njerëz. Për këtë njerëz, pse? Por derisa ka njerëz që mundohen me ndriç, Zoti e ruan shoqëri. Kur s'ka këto njerëz, edhe këta nalën dhe dorëzohen dhe thojnë graje se cilit i grajnë vetë se s'ka kur gjanë këtë farë muhabeti, atëherë ka mundësi krejt dënimi me përfshi komplet atë shoqëri. Edhe pjesa e detyrës, u ka desh në Ramazan këta, fillim të Ramazanit me bëu kështu një projekt tillë, po inshallah për vitin e ardhshëm, me trokit në derën e komshijut dhe me ia ofru diçka. Nesa për shembull, mi thonë në komshijut që kanë me të një 5 ditë Ramazan, 5-6 ditë. Hafez 5 ditë 6 ditë ashtu. Kanë me të një 6 ditë ashtu Ramazan. Ju kina pengu, ju kina lodh, po kam qef një dhuratë me të dhurë. Ose kërkoj falje, që nashti kam qenë pengesë diçka. Ose nëse ki nevojë në ndihmë e kështu me radhë. Që ta me bëu si projekt nesra, domthon kushdo që i ka kujshit në banesën që jeton, atë sa më ty të bjerë shumë se janë 10 kata, so 1-2 bolla, ashtu. Amo përgjithësi kështu si projekt, me ujtë me bëu kurse në tarmën inshallah te kjo pika në tarmën mas Ramazanit, kena me bëu një projekt inshallah që më mundu me zhvillu më shumë edhe me përhap më shumë. Pendimi më pranë të vërtetës.